Një automjet ka dal nga rruga duke përfunduar në përrojën e fshatit Dars të Klosit gjatë orëve të para të mëngjesit të së shtunës. Në makinën tip Audi me targa angleze udhëtonin 2 persona, 24 dhe 30 vjeç. 24 vjeçari Andi Losha ka arritur të dalë nga automjeti ndërsa pasagjeri Jurgen Karaj rezulton ende i zhdukur në lumë. Në zonë vijon kërkimet nga policia dhe polumbarët përgjatë rrjedhës së përrojë të Darsit dhe lumit mat, pasi duke qenë se distanca aksidentit me lumin është shumë e vogël, dyshohet se 30 vjeçari të jetë rrëmbyer nga rrjedha e fortë e ujit. Ndërkohë, 24 vjeçari Losha është arrestuar nga policia pasi u largua nga vendngjarja pa i dhënë ndihmë shokut të tij Jurgen Karaj. Shoferi u nënshtrua edhe testit të alkoolit, nga i cili rezultoi se ai po e drejtonte automjetin në gjendje të dehur.